Për mira nxënës që këtë ditë përfunduan arsimin fillor, vera nuk është vetëm periudhë pushimi. Ajo shënon edhe një nga vendimet më të rëndësishme të deri tanishme në jetën e tyre. Zgjedhja e shkollës së mesme në afatin e parë të regjistrimeve, korridoret e shkollave janë mbushur me nxënës dhe prindër që interesohen për profilet arsimore, kushtet e pranimit dhe mundësitë që ofrojnë shkollat e përzgjedhura prej tyre. Përzgjedhja e shkollës së mesme konsiderohet një nga vendimet e para të rëndësishme në jetën e të rinjve. Për shumë nxënës zgjedhja nuk ka qenë e lehtë. Edhe këtë vit interesimi mbetet i madh si për gjimnazet, ashtu edhe për shkollat profesionale. Ndërsa një pjesë e nxënësve zgjedhin arsimin e përgjithshëm me synimin për të vazhduar studimet universitare në degët për të cilet do të përcaktohen më vonë. Të tjerë po orientohen drejt profesioneve konkrete që e mundsojnë aftësimin praktik dhe hyrje më të shpejtë në tregun e punës. Të shumt ishin ata që takuam në shkollën e mesme profesionale Cveta Ndimov në Shkup. Vendosa sepse ishte një shkollë e bukur dhe kam disa shokë dhe shoqe. Çfarë drejtimi keni zgjedhur? Ekonomik shit. A mendoni se kushtet janë më të mira këtu për të studiuar? Po, normal. Pse zgjedhët shkollën në Cveta? Po, se kam afër shtëpinë edhe kam një fjalë të mira për këtë shkollë, japim mësim mirë. Se kam shok në këtë shkollë, në këtë drejtim, edhe ma kanë rekomandu që me i këtu së është drejtimi mirë. Çfarë drejtimi keni zgjedhur ju? Teknik ekonomik. Dhe kam mas shkollës mesme me studiu fakultetin për në këtë drejtim, teknik ekonomik. Ju pëlqejnë kushtet e kësaj shkolle? Po, shumë, për atë arsye kam zgjedhur shkollën Cveta Ndimov. So, shkolla e mirë, i ka drejtimet e mira. Cilin drejtim e ke zgjedhur? Biznes. Shkollat e mesme tashmë po prezantojnë programet e tyre si dhe mundësi që ofrojnë për zhvillimin profesional të të rinjve, drejtimet teknike, informatika, mjekësia, ekonomia dhe profilet e tjera profesionale vazhdojnë të jenë ndër më të kërkuarat, ndërsa interesimi për disa profesione po rritet nga viti në vit. Mësimdhënësit vlerësojnë se vitet e fundit vërehet një vetëdijsim më i madh i nxënësve për zgjedhjen e profesionit të ardhshëm. Megjithatë, ata theksojnë se suksesi nuk varet vetëm nga profili i zgjedhur, por edhe nga përkushtimi dhe puna e vazhdueshme gjatë shkollimit. Procesi i regjistrimit ka rrjedhur shumë mirë. Do thënë këto 4 ditë kemi pas fluks të madh të nxënësve, të cilët kanë treguar interes për regjistrimin në shkollat e mesme, sidomos në shkollën tonë, në shkollën e mesme profesionale. Kemi pas të përgatitur staf, i cili ju ka asistuar nxënësve në rast se kanë pasur vështirësi gjatë regjistrimit, po dhe disa që kanë aplikuar në shtëpi, ato sot edhe dje edhe sot faktikisht kanë pru dokumentacionin, kanë dorëzuar, i cili ka qenë i nevojshëm edhe pjesë e regjistrimit. Në krahasim me vitin e kaluar, do të thonë sipas disa dhënave që kemi, ka rritje, ka interes për profilet të cilët i ofrojmë si shkollë e mesme. Por nëse flasim dikun me numra, dikun vjet kemi pas dikun 450 aplikime. Këtë vit kemi mbi 470, ndoshta edhe 480, që do të thotë se është shtuar numri edhe interesi i vetë nxënësve për profilet e cilët i ofrojmë si shkollë. Po, shkolla jonë ofron dy profile arsimore, do thonë profilet e mjekësi dhe shëndetësi dhe profilet e drejtimeve ekonomike, tregti dhe juridik. Te drejtimet e shëndetësisë kemi 2 paralele të motrave medicinale, 1 paralele teknik farmaceutik. Aty këtë vit është interesi më i madh në thonë nxënësve edhe teknikë dhëmbësh. Kur bëhet fjalë për drejtimet mjekësore, të drejtimet ekonomike njësoj kemi 4 profile të cilat janë atraktive për nxënësit, kemi teknikë ekonomik, administrat biznesi, një profil i ri të cilin edhe vjetë kemi pasur domethënë si shkollë e mesme, tregti dhe marketing digital, edhe ajo është atraktiv për nxënësit dhe drejtimin teknik juridik. Edhe ky është drejtim i joshës, sidomos për gjinin, ka interes më shumë të gjinisë femërore, do thonë të vajzave, dhe profilet të drejtimit shitës, referentat të shitës. Aty kemi 2 paralele të cilat i ofrojmë, me pikë pak më të dobta. Po, cilat drejtime janë më të kërkuar nga nxënësit? Në përgjithësi të gjitha drejtimet, mirë po dallohet një nuancë e vogël, shembull te drejtimet e profileve shëndetësore, do thonë të mjekësisë, për motra medicinale, siç e ka edhe më herët, do thonë për drejtimin teknik farmaceutik, këtë vit kemi një numër të madh të aplikimeve, po edhe drejtimet ekonomike janë shumë jotëshe dhe shumë atraktive për nxënësit. Deri në këtë fazë ne
sipas konkursit të cilët është shpallë për Ministrisë së Arsimit, do thonë ne kemi 12 paralele si shkollë, 10 në gjuhën shqipe dhe 2 në gjuhën turke. Do thonë për këto 12 paralele kemi kapacitet për 408 nxënës, nëse e shfrytëzojmë kapacitetin e tërë. Një paralele normal formohet me 24 nxënës, ndërsa maksimalja me 34. Nëse llogaritim maksimalën kemi kapacitet për 408 nxënës. Ndoshta mirë po aplikime deri më tani janë bërë dikun 470, që do të thotë se ka interes edhe ka kapacitet shkolla, do thonë t'i plotson të gjitha paralele. Do thonë kemi hap nga 12 paralele, kemi pas pëlqim për Ministrisë së Arsimit. Do thonë se për çdo vit i kemi plotsuar kapacitetin të cilët i kemi kërku. Do thonë të gjitha 12 paralelet e kemi pas të plotësuara me nxënës. Dokumentet e nevojshme për regjistrim normal është flet paraqitja, e cila gjenerohet në mënyrë automatike gjatë aplikimit online që e bëjnë nxënësit, pastaj diplomat ose certifikatat prej klasës 6 deri në klasën e 9, certifikatën e lindjes, diploma nëse kanë marrë në gara shtetërore, gara rajonale, do thonë të diturisë, po edhe certifikatën për vlerësim të aftësive të kufizuara në qoftë se për shembull na paraqitet nxënës ose konkuron nxënës me aftësi të kufizuara. Me aftësi të kufizuara atyve në qoftë se kanë dokumentacionin i cili e vërteton ato, ju angazhohet asistent, do thonë edhe kushtet e shkollës janë, do thonë adekuate edhe për ndjek mësimin normal sikur të gjithë nxënësit tjerë. E dim që viteve të fundit ka ndryshuar mënyra e regjistrimit të nxënësve, aplikimi bëhet në mënyrë elektronike. Mund të na thoni si ka shkuar regjistrimi në mënyrë elektronike? Po, regjistrimi në mënyrë elektronike bëhet për 4-5 vjet e fundit përmes portalit e shërbimit të Ministrisë së Arsimit. Do thonë ka shkuar mirë, nuk kemi pas vështirësi, si shkollë jemi mobilizuar, jemi angazhuar, kemi hapë zyre me ku ju kemi asistu nxënësave, ato që kanë pas vështirësi ose ato të cilët nuk kanë ditë janë adresu, janë drejtu te ne, i kemi ndihmuar në aplikim, do thonë që të mund ta bënë aplikimin në mënyrë sa më të lehtë. Do thonë vështirësi tjera nuk ka pas. Deri kur është afati i regjistrimit? A mund të na thoni a keni afat të dytë dhe të tretë? Po, afati i regjistrimit i pari veç me sodin në ora 3 përfundon, do thonë me ditën e sodit. Kemi edhe 2 afate tjera të regjistrimit në rast se paraqitet nevoja, shembull afatin e dytë të regjistrimit është dikon me 22 qershor, me 23 i dorëzojnë dokumentacionin, edhe afati i tretë, nëse paraqitet nevoja, nëse nuk plotësohen kapacitetet, atëherë është me 20 gusht. Shkolla ka infrastrukturë të mirë në këtë perimetër për 3 kilometra ku gravitojmë 3 shkolla të mesme, e jona edhe 2 shkolla tjera. Do thonë jemi shkollë e pajisur mirë me mjete mësimore, me kuadër, me infrastrukturë, me gjitha. Do thonë jemi të përgatitur si shkollë dhe gëzojmë një autoritet të mirë edhe të nxënësit edhe të shoqëria. Do thonë na cilësojnë, na flitet për mirë. Më shumë se shkolla tjera ju ofrojmë kushtet mira, ambient të ngrohët, kemi profesorë të cilët janë të përgatitur mirë, stafi mësimdhënës, pa dhe komplet menaxhmenti i shkollës janë të përgatitur mirë. Pozita gjeografike i bën të mirë, për sidomos kushtet mësimore, mjetet mësimore i kemi të gjitha, jemi të pajisura me të gjitha. Plus asaj edhe profile, do thonë si shkollë profesionale ofrojmë profile të cilët janë atraktive dhe jorësi, për tregun e punës, po edhe për të ardhmen, për një të ardhmen më të mirë dhe të nxënësve. Edhe profilet e mjekësisë, do thënë shëndetësisë, po edhe profilet ekonomike janë shumë profile atraktive që i kërkon tregu i punës edhe që janë joshës edhe që shumica e nxënësve nëse do thonë ndjekin hapat tjera edhe në fakultete edhe në studime postdiplomike, besoj se do të kenë një karrierë të mirë. Afati i parë i regjistrimeve do t'rregojë edhe këtë vit se cilat profile vazhdojnë të jenë më të preferuaret ndër të rinjët, por përtej statistikave për secilin nxënës, ky është fillimi një kapitulli të ri me sfida, pritshmëri dhe ëndra për të ardhmen. Se cilat shkolla dhe drejtime do të dominojnë, do të mësohen pas përfundimit të afatit të parë të regjistrimeve të gjitha shkollat e mesme në vend. Afati i dytë i regjistrimit është caktuar për 23 qershor, ndërsa dorëzimi i dokumentacionit të nevojshëm në shkolla është më 24 qershor, ndërsa afati i tretë dhe i fundit është caktuar për datën 20 gusht.